Parashikimi yje, jam me Jorgo Pullën për këtë javë, një panoramë astrologjike për 12 shenjat e zodiakut, ndaj vëmendje për të dëgjuar karakteristikat dhe çfarë do ndodhi me shenjën tuaj këtë javë. Mirë se erdhe, Jorgo. Sigurisht kënaqësi dhe kafe është ulta. E për kafe në bën mirë, kështu që. I bën ekspres për shembull. I ditë idhës gramaturën. Unë të zgjedh vetëm kapsulën. Pra. Të shoh çfarë shije ke ti dhe të zgjedh ato aromën intense 100% arabike apo lloje të tjera kafesh që kam ka dorë. Si kemi këtë javë, më thuaj pak në raport me pozicionimet e planeteve dhe në përgjithësi si do të lëvizin këto ndryshimet, ekuinokset, hënë e plot, hënë e re. Kjo javë është java e ndryshimeve të mëdha, por neve jemi gati të përgjigjemi këtyre ndryshimeve, këtu është çështja. Kemi në njëra anë, kemi Mërkurin nga nesër që është në rrugën e duhur. Do të thotë ka kuptimin... Ka qenë në retrograd? Po, retrograd. Dhe tani çfarë ndodh? Ndodh që kuptimi, mundësitë, rëndësitë të veçanta që ndodhin në fushat të ndryshme të ekonomisë, të stabilizimit të punës dhe të marrjeve vendimeve të rëndësishme. Por gjithsesi këtë javë, duke pasur parasysh e kalon tek peshqit Mërkuri, që është në rrugën e duhur, dhe gradualisht duke se na duhet mundësi të rregullojmë gjërat në çdo aspekt. Pa kujdes në fushën emocionale, sepse ka shumë pyetje. Kemi afërditën në retrograd akoma, prandaj me Saturnin, dhe kjo duket se kemi dhe një hënë të plotë në peshore ditën e shtunë, pra është me ngjarje planetare, universi na që nuk do të përsehet asnjë shenjë për sa i takon ndikimeve për të ndryshime. Ndikimet kanë të bëjnë shumë, sepse është një mundësi. Nëse do të them mundësi art, kush e kupton, kush është me këmbë tokë, dhe kush di mirë të përgjigjet asaj çka i vjen përballë në rrugën e vet që nis. Por gjithsesi, fillojmë me shenjat me radhë, fillojmë me shenjën e dashit, ku motoja që ka të bëjnë është ndikimet e forta emocionale. Kujdes, nuk përjashtohet mundësia të keni rikthime nga e kaluara. Pra, nëse është një njohje, ose janë në njohje, ose kanë pas një lidhje janë shkëputur, dhe nuk kanë ndarë mendjen se po do vazhdojnë apo jo. Dhe vjen tani dhe plotësohet një pasur që ka ngelur pezu. Kjo javë sjell rinovime dhe përparime veçanërisht pas të martës. Pas ditës së martë, sepse ditën e martë kemi Mërkurin që kthehet në rrugën e duhur, por favorizon komunikimet, kontaktet, por gjithashtu çështjet e paslidhura janë prekupimi i parë për sa i përket të shenjës së dashit, sepse dashi në fushën sentimentale ka pasur shumë debate, shumë probleme. Prandaj hëna e plotës së shtunës mund të sjellë tensione dhe të zbulojë vërtet emocionale. Pra, ka shumë gjëra në mes, edhe shumë gjëra mund të diktojnë edhe fillojnë 3 ditë para, 3 ditë pas. Edhe i bie gati të Mërkurit e njëjtë, para të shtunës duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe për ata që kanë vulosur, kanë firmosur. Duhet një kujdes i veçantë dhe themet madhe muaj prill kemi thënë se çfarë ndodh dhe do dëgjojmë shumë në këtë drejtim, në këtë aspekt. Por në mes të kësaj ka dhe gjëra që sa është siguria ose burimi i informacionit nga vjen. Duhet jemi të sigurt sepse mos flasim para kohe. Pra duhet të mendojmë, gjykojmë dhe të vendosim. Duhet pasur vëmendje në këtë aspekt, përse për shenjën së dashit, në fushën ekonomike. Duket se në lidhje me financat, afërdita në retrograd dhe ndikimin me lidhje me Saturnin kërkon vlerësime reale. Dhe kjo do të thotë që në fushën e ekonomisë dhe të stabilizimit të shenjës së dashit ka një mundësi shumë të mirë për zhvillime të reja. Por gjithsesi mund të shfaqen disa njohje të reja në fushën e punës ku mund të rregullojnë disa gjëra shumë të mirë që janë thelbësore për vazhdimsinë në çështjet e financave. Okej, le të kalojmë tek shenja e dytë, Demi. Demi, shumë vëmendje do të bëni këtë javë sepse ka të bëjë me ndikime afatgjatë në punë dhe në çështje shpirtërore. Por mos harrojmë sepse kjo javë do ndikohet në kontrata të rëndësishme. Kontratet të rëndësishme, sepse Mërkuri që është në rrugën e duhur nga nesër, jep mundësi përse për shenjën së Demi, sepse Demi ka në guvernatorin që ka afërditën dhe afërdita në një kënd që bën me Mërkurin dhe me ndikimet e tjera, në çështje profesionale komunikimi, por megjithëse duhet pasur kujdes sepse vendimi që do të merrni pasi mund të rezultojë vendimtare për të ardhmen. Nëse marrim një vendim sot, nuk kemi mundësi ta ndryshojmë nesër pas nesër. Pra duhet jemi me këmbë tokë dhe nuk të mos nxitojmë sepse kemi një problem ekonomik dhe ne na duhet me domosdoshmërinë vetë ta firmosim këtë letër, po e firmos këtë letër do kesh probleme më vonë. Prandaj duhet pasur shumë kujdes në këtë aspekt. Kurse ndikimin në fushën e dashurisë, hëna e plot e së shtunës sjell sfida në jetën personale dhe shtyn që të vlerësoni marrëdhëniet tuaja. Mund të keni tensione, por këto janë tensione që vërtet nga njëra anë mund të keni mundësinë për zgjidhur çështjet problematike që keni pasur dikur, por nga ana tjetër është një moment
i mirë sepse do të ndani shapin nga sheqeri dhe thoni që po, kjo bëhet kështu dhe është e realizueshme. Në fushën e ekonomisë, duket se në karrierë mund të jenë pak të ngandalta gjëra që doni të bëni, por është janë të sigurta për të ardhmen tuaj dhe në fushën e rritjeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni, sepse mos u friksoni, mund të zgjidhni dhe të ndiqni gjërat me strategji dhe kjo është një mundësi shumë e artë për sa i përket këtyre çështjeve. Okej, kalojmë te binjakët. Binjakët thotë se fati është në anën e tyre. Me jep një orë mundësi që të t'jap gjithë vitin në kohë, thot binjakët. Keni një mundësi të artë tani, dhe va themet madhe, duke pasur parasysh sepse binjakët kanë ndikimin e Mërkurit. Mërkuri në rrugën e drejtë nga nesër, kanë ata që janë në role drejtuese, në role kyçe, në nisma të reja, për ata që kanë më shumë në fushën e punës ose pesh në fushën e biznesit karrierës. Është një moment fantastik dhe pse jo, do shikojnë dhe do keni kohë për të vazhduar vepruar në çështjet e tyre. Në fushën e dashurisë, edhe pse hëna e plot në peshore, ditën e shtunë nxjerrën pa ndikimet dhe favorizimet që kanë bënë në lidhje me anën e tyre të çështjeve që lidhen me dashurinë, çështjet që lidhen me të ardhmen e tyre. Dhe në ekonomi, kjo favorizon suksesin e tyre dhe një punë e re e dytë është e mundur të ndodhi. Po. Gaforja. E kaluara po troket në derën tuaj. Është në motoja e kësaj jave. Çfarë? Kam pasur një problem, një çështje ligjore, nuk është zgjidhur në të shkuarën, që është në favorin e tyre, prandaj them. Dhe tani vjen momenti, kjo javë mund të sjellë ndikime dhe favorizime, por në komunikime me të tjerët të kushtojnë vëmendje të veçantë, sepse bisedat që do bëhen janë në favorin e gafores. Por në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bën hëna e plot ditën e shtunë që ndikohet tek peshorja, ka të bëjë shumë në lidhje me anën shpirtërore, nëse jeni në lidhje ose diskutime, do të keni kujdes sepse për njohje që keni pasur se një diçka që ka ndodhur para disa kohëve, dhe vjen një moment që gjërat ngatarrohen dhe vjen koha dhe momenti më pozitiv i që ndonjëherë tani në këtë periudhë është mundësia dhe momenti i duhur në zhvillime dhe ndryshime të mëdha që kanë të bëjnë. Në çështjet ekonomike financiare, meqenëse afërdita në retrograd, në lidhje me Saturnin, sugjerojnë që të shqyrtoni me kujdes marrëdhëniet me kolegët, partnerët dhe kontratat të rëndësishme keni pasur dikur dhe janë shkëputur. Këto të shkëputura bëni kujdes, shikojini edhe një herë sepse mund të ketë bërë ndryshim ose një shkrim mbi ezeza mbi të bardhë dhe mund të keni probleme në të ardhmen të afërt. Okej, kalojmë tek luanët. Një person ka diçka për t'ju thënë. Dëgjoni më shumë se sa të debatoni, është motoja. Është mirë sepse ai person mund të jetë person i shumë i rëndësishëm. Mund të jetë person që në bashkëpunime me jashtë. Dhe nga e drejta juaj që nganjëherë drejtësia nuk ka lume që ka, por luanët e kanë këta. Dhe është një moment shumë i mirë tani sepse meqenëse Mërkuri kthehet në rrugën e duhur, janë shumë mirë për të biseduar nga nesër e tutje. Dhe nga sot pasditë xhanëm, ka një ndikim shumë të mirë. Dhe ana ekonomike dhe pozicionimi planetar i jep mundësi luanëve që të zgjidhin problemet e tyre në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa problematika të ndryshme, por tani vjen momenti i duhur për të zgjidhur këto gjëra dhe është momenti më i mirë i mundshëm dhe unë do thosha që të dhjetë parë dhe dhjetë janë shumë të favorizuar në këtë aspekt dhe është koha e tyre për të zgjidhur çështjet problematike. Në çështjet ekonomike financiare, edhe pse negociata dhe diskutimet të mbetura pasi fillojnë të ecën përpara, në financat mund t'ju duhet të kushtoni pak më shumë vëmendje në lidhje me çështjet që kanë bënë detyrimet financiare që nuk ka shanse që të mos mbyllen. Do mbyllen që të shkeme të, sepse është koha e duhur për zgjidhje të këtyre problematikave. Shkojmë tek Virgjëresha. Virgjëresha do thotë financat kanë nevojë për vëmendje dhe jo nxitime. Meqense kjo javë sjell mundësi të rëndësishme, veçanërisht pasi Mërkuri kthehet në rrugën e drejtë ditën e martë, do jeni në gjendje të rikuperoni ndryshimet apo problemet që keni pasur në të shkuarën në anën ekonomike financiare. Edhe pse keni pasur debate në familje, debate në fushën e biznesit tuaj. Vjen një moment tani për të zgjidhur gjithçka duan dhe dëshirojnë të ecën përpara. Edhe se Virgjëreshat janë me këmbë tokë xhanëm, edhe pse kanë të bëjnë me komunikimin dhe ndikimin e tyre të madh në fushën e karrierës së tyre, se duket është diçka shumë pozitive, të palidhurit, kanë pasur një ndarje para disa kohëve dhe vjen një moment bashkimi, por ky bashkim do një kontroll shumë të fortë në atë çka do të bëhet të brendshëm të shpirtit të tyre, nëse janë gati të përgjigjen të së ardhmës së tyre, dhe është një moment shumë i mirë, edhe pse kanë pasur shumë probleme, sepse ka të bëjnë shumë tani, lidhjet që kanë të bëjnë me çështjet madhore edhe ndikimet të mëdha afërdit Saturn, jep mundësi për zgjidhur këto çështje problematike që juve mund keni pasur dhe është një moment mjaft i mirë. Në ekonomi do të thotë që tani në çështjet ekonomike duket se gjërat janë pozitive, janë fantastike do të thoshon, por kërkohet pak vëmendje në blerjet që ata kanë, sepse gjithmonë Virgjëreshat janë në ndikimin e madh të 30 ditëve janë shopping therapy.
lumë ata që e kuptojnë dhe mirë ata që nuk e dinë dhe besojnë disi tek. Kalojmë tek peshorja. Peshoret, angazhoni më shumë me gjëra të rëndësishme, mos humbni kohë. Është moteja. Kjo javë, me qese sjell shumë kthesa, në ndikimin dhe ndikimi i hënës, që hënës plot që do të ndryshojë dhe vendet e errta, do të thotë një mundësi e artë për sa përket peshoreve. Peshorët kanë mundësinë dhe rëndësi të veçanta në lidhje me punën e tyre aktuale dhe një çështje madhore që kanë tani në këtë periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të zgjidhur problemet, për të zgjidhur çështjet ekonomike financiare, për të zgjidhur disa takime që kanë pasur debate dhe zgjidhen pikërisht tani, dhe është momenti i duhur. Në fushën e dashurisë, duke pasur parasysh sepse çështjet kanë pasur disa zhgënjime. Tani testojnë për të arritur atje ku ata dëshirojnë dhe adhurojnë. Është një moment shumë i mirë tani, për sa përket kësaj shenje, që të nisin diçka se ka jetë gjatësi në kohë dhe është një mundësi shumë e artë tani për të arritur në finish. Kurse në çështjet që kanë bëjnë të palidhurit ose kanë pasur një ndarje, mos ju lejoj egoja që po unë nuk dua që të rilidhem ose të bëj, do të pas kujdes pse arsyen pse ka pas të ndarje. Dhe nëse gjën të arsye, nuk ka pse të flasin të tretët përballë juve dhe personi që keni pasur probleme. Pra, duhet gjetur mënyra dhe koha në çështjet e punës dhe të ekonomisë, kjo javë duke se sjell ballë për ballë me disa sfida shumë të rëndësishme në fushën e punës në bazë ditës martë dhe të mërkurës paradite, do thotë që të jeni të fokusuar në biznesin tuaj. Mos lejoni emocionet dhe t'ju shpërqendrojnë në atë çka juve keni dhe mendoni. Okej, kalojmë më pas. Akrepi. Vendimet në çështjet emocionale dhe ekonomike. Është koha tani. Kjo javë mund të jetë paksa intensive dhe shumë kërkuese. Në anën tjetër, është një moment për të mbajtur ekuilibër. Duke se Mërkuri në rrugën e drejtë lehtëson punën tuaj, gjërat që do të bëni. Do të dëgjoni lajme shumë të rëndësishme të 12 shenjë zodiakale, sepse duke pasur parasysh ky ndikim ku Mërkuri kthehet në rrugën e drejtë, lidhet shumë me problematikat që keni pasur në fushën e biznesit ose disa kontrata që keni pasur bërë më përpara, disa bisedime që keni bërë diku, ka dalë një fjalë ose diçka, rishikojeni këtë gjë sepse mund keni probleme. Gjithashtu dhe çështjet ekonomike financiare do marrin një hovë të rëndësishëm në fushën e jetës dhe të punës suaj, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë për akrepët, sa akrepët studiojnë, veprojnë, mundësojnë. Pra, 3 gjëra kryesore dhe 3 shtyllat kryesore të jetës. Ka një mundësi shumë e mirë dhe një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për ata, sepse është momenti i duhur në zhvillime dhe ndryshime në çështjet shpirtërore, edhe pse e nisin nga zeroja, kanë pasur mjaft probleme dhe debate, por gjithsesi tani ka ardhur koha që ata ta zgjidhin me sukses këtë problem. Okej. Shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se këtë periudhë shigjetarët, në çështjet në shtëpi po ecën përpara pozitivisht. Problemet që keni pasur në familje, problemet që keni pasur me ekonominë, problemet që keni pasur me ndryshimet të mëdha që keni tani, por me Mërkurin në rrugën e drejtë, duket se komunikoni qartë dhe dini se çfarë doni të bëni, çfarë doni të nisni. Me hënën e plot në peshore të shtunën, mund të sjellni disa ndikime në çështjet personale, profesionale, por kjo mund të thotë edhe ndikime pozitive në fushën e dashurisë, edhe pse disa dileme emocionale duket se nuk është problem, por është në të mirën tuaj për zgjidhur problematika të ndryshme. Ekonomia duket se paralajmërimet dhe ndryshimet do të keni pa kujdes se disa lëvizje të gabuara që keni pas bërë më përpara në fushën e ndikimit të financave, duke se do të zgjidhet pikërisht ditën e mërkurë dhe deri të shtunën mbasdite, ku është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje. Okej, kalojmë tek Bricapët. Bricapët thotë, tani mund të bëni marrëveshje kontrata të rëndësishme. Keni mundësinë të nisni diçka të re nëse doni dhe të realizoni, të rrezatoni, dhe është momenti i duhur mbi gjithçka juve dëshironi, sepse Mërkuri nga retrograd kthehet në rrugën e drejtë dhe u jep një mundësi plus në lidhje me zhvillimet dhe ndryshimet që keni të bëni në anën tuaj dhe momentet perfekte. Duke pasur parasysh, edhe pse keni pasur disa probleme të vogla në fushën e biznesit, por tani do ta zgjidhni. Është një moment i mirë gjithashtu për të bërë njohje të reja në fushën e dashurisë dhe të karrierës suaj, sepse juve keni lindur për karrierë, mbeten në karrierë dhe dilni pension në karrierë. Pra është diçka shumë e mirë e tepër pozitive në anën pozitive tuaj. Duke pasur parasysh, edhe pse për ju që jeni single, nuk keni një njohje, një lidhje, atëherë është shumë e rëndësishme sepse jeta vazhdon, nisni diçka të re dhe shkoni deri në martesë, ku është puna dhe ndikimi më i mirë i mundshëm. Puna dhe dashuria shkojnë bashkë tek juve, kështu që nuk ka thënë për të shqetësuar. Si ajo, si çfarë bën ajo Arbana jon aty? A e bore tryezën gati? Ja regjena tregoni të pjatat, jo reagimet e Albanës. Gati byreku, gati sallata, gati smoothie. Gjithë.
Je i sigur që janë të treja për ty me gjithë këto që na the? Si pas pares, po. Mirë, kemi gjë tjetër për Briciapin? Jo, këto kemi. Këto kemi, bolli kemi. Ujori. Ujori. Për ujori duke se tani jeni gati për të marrë përgjegjësi në role drejtuese. E kanë ujorët. Ujorët për këtë javë duke se nëse do dëgjojnë disa gjëra, mund të tronditen me të drejtën e tyre në fakt, se kanë pasur shumë të drejtë, por drejtësia nuk ka lumaj që ka, juve e keni dhe mundësi të reja të arta ju vinë në fushën e biznesit dhe të karrierës, por gjithashtu kanë dhe mundësi të mirë në fushën e ndikimeve të mëdha që do të kenë disa udhëtime pozitive në lidhje me punën e tyre dhe karrierën. Kurse për ata në fushën e dashurisë, kjo javë mund të sjellë mundësi për njohje të reja, por duhet bëjnë kujdes dhe të mos nxitohen, sepse lidhja e dashurisë dhe mundësi të reja që ata kanë është momenti i duhur në kohën e duhur. Kurse në çështjet e tjera që ka të bëjnë në fushën e ekonomisë, duke se kjo javë jep mundësi për të marrë çështjet që lidhen me karrierën ose me ndryshimet të mëdha që ata kanë në role drejtuese, është momenti më mirë i mundshëm për të zgjedhur ato. Shohim tani dhe shenjën e fundit, peshqit. Peshqit. Financa në plan parë, si dhe dashuria e munguar stabilizohet. Duke se kjo javë është plot ndikime dhe zhvillime për ju, Mërkuri në rrugën e drejtë, nesër, jep mundësi për të ndryshuar dhe çështjet ndryshime të rëndësishme në fushën e biznesit, të karrierës, të dashurisë dhe një pasardhës është e mundur të ndodhi. Ajo që do të thotë në fushën e dashurisë, duket se emocionet që sjell dhe mundësitë që ka të bëjnë në fushën e dashurisë, duket se për ata që janë të palidhur ose kanë një mundësi të artë, tani është momenti juaj, duke zgjidhur problemin. Tani që keni kanë pasur problem në dashuri dhe do ta zgjidhin dhe di që i dytë ka pasur këtë, po është momenti më i mirë i mundshëm në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dhëdishin e parë të dashit për shembull, duhet të bënë kujdes sepse mund të arrijnë qëllimin dhe është momenti i duhur për arritje të mëdha. Po. Kjo hënë e plot që ndodh të shtunën? Të shtunën, po, në peshore. Po, është në peshore dhe për shembull, më trego 3 gjëra që duhen bërë ditën e shtunë. Meqenëse është hëna e plot dhe themi hym në një shtëpi të re apo fillojmë diçka tjetër. Po, dhe në shtëpi të re, për ata që kanë marrë ose kanë bërë dokumente më përpara ose kanë filluar gjërat, por është mirë sepse mbyllin një cikël të vështirë. Mirë është me hënë të plot, gjërat që kanë pasur më përpara edhe problematikat të përshpejtojnë 3 ditë, sepse shtunë që vjen, është mundësi shumë e artë sepse mbyllin më kollaj, mbyllin më shpejt. Vjen momenti, koha, kanë pasur debate më përpara për fushën e dashurisë për shembull të punës ose të gjërave që kanë konfliktet më pashme mbyllen. Po, mbyllen një herë e mirë dhe nuk ka kthim pas. Dhe u jepet një mundësi plus, sepse ndërhyn edhe Mërkuri që nga qenë retrograd për arsye shumë të mëdha, por tani Mërkur, Saturn dhe hëna e plot bën që të ecin përpara në gjëra të rëndësishme, edhe pse kanë pasur debate, probleme, i zgjidhin pikërisht në këtë javë. Që do të na lër javës tjetër për të treguar. Do të pastrojnë gjithçka sepse është koha më lihen pas. Bukur fort. Të falenderoj, të uroj javë të mbarë. Shihemi të në ardhshme, ndërsa ne do të shihemi pas pak sërish në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti. Ju pres.